Verdikti i Prokurorisë Publike në Gostivar nuk ka nxjerrë asnjë fajtor mbi rastin e helmimeve në shkollën e mesme ekonomike komunale në Gostivar, që ndodhi më 14 shkurt të këtij viti. Vendimi i siguruar ekskluzivisht nga TV2 bazohet në konstatimin se pas kryerjes së ekspertizës dhe pranimit të raporteve nga institucionet kompetente, Prokuroria Publike ka ardhur në konkludimin se nuk ka indikacione për prokurorim të lëndës. Rezultatet e hetimeve kanë treguar se në mjediset e shkollës nuk ka pasur prani të materjes së panjohur, që dyshohej të jetë lëndë me përbërje toksike. Rasti e helmimeve në shkollën e mesme ekonomike komunale në Gostivar, që ndodhi më 14 shkurt të këtij viti, ka marrë verdiktin e Prokurorisë Publike. Vendimi që ekskluzivisht ka siguruar TV2 nuk ka nxjerrë asnjë fajtor mbi rastin, sepse pas kryerjes së ekspertizës dhe pranimit të raporteve nga institucionet kompetente, Prokuroria Publike ka ardhur në konkludimin se nuk ka indikacione konkrete për të vijuar me prokurimin e lëndës. Rezultatet e hetimeve kanë treguar se në mjediset e shkollës nuk ka pasur prani të materjes së panjohur, që dyshohej të jetë lëndë me përbërje toksike. Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë informon se pas fletparaqitjes nga stacioni policor për rastin e ndodhur në shkollën e mesme ekonomike komunale në Gostivar më 14 shkurt të vitit 2014, me që rast më tepër persona u ankuan për gjendjen shëndetësore, procesin hetues e zbatoi Prokuroria Publike e Gostivarit. Prokuroria dha urdhër që të kryet ekspertizë e veshjeve të personave të dëmtuar dhe kreu ekspertizë në objektet shkollore. Pas marrjes së mostrave nga muret në mjediset e shkollës, njësia e krimteknikës e kreu analizën e nevojshme dhe me instrumentin e quajtur gas mas spektromatës u konstatua se nuk ka pasur rezultate që do tregonin praninë e materjes së panjohur. Thuhet në përgjigjen me shkrim të siguruar ekskluzivisht nga TV2 prej shërbimit për informim të Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë. Mëtej në sqarim thuhet se pas ekspertizës mbi veshjen e personave të dëmtuar është kryer edhe ekzaminimi i pranisë së gazrave të metan dhe propan butanit me përdorim të detektorëve të gazit, por edhe aty nuk janë gjetur rezultate pozitive. Në baz të ekzaminimit konkret u konstatua se nuk ka prani të gazrave metan dhe propan butan në mjediset e shkollës. Është bërë edhe ekspertizë në gjak dhe urin nga 16 pacientë, të cilët u ankuan për shqetësime të shkaktuara nga substanca të panjohura në mjediset shkollore. Prokuroria Publike e Gostivarit dha urdhër deri tek Instituti i Mjekësisë Ligjore, Kriminologjia dhe Deontologjia Mjekësore në Shkup që të bëhet ekspertizë në gjak dhe urin të marrë nga 16 pacientë, të cilët u ankuan për shqetësime të shkaktuara nga substanca të panjohura në mjediset shkollore. Nga rezultatet e pranuara nga ekspertiza dhe analizat toksikologjike, analiza e gazit, gjakut dhe urinës, u konstatua se tek 16 pacientët e ankuar, parametrat e përmendura janë në kufite normales, respektivisht se nuk ka prani të substancave kimike që do të ndikonin në vlerat referente. Vijon përgjigje nga Prokuroria Publike në Shkup. Pas kryerjes së ekspertizës dhe pranimit të raporteve, prokurori publik kompetent për rastin në fjalë ka ardhur deri tek vendimi se nuk ka vend për trajtim të lëndës nga ana e prokurorit publik. Raportet nga klinika toksikologjike dhe Instituti i Mjekësisë Ligjore mbi rastin e ndodhur në këtë shkollë u kundërshtuan ashpër nga nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës. Reagojmë ashpër ndaj deklaratës së dhënë nga ana e Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe të organeve tjera kompetente, të cilët dhanë deklarata jo të plota, në lidhje me rastin makabër të helmimit të nxënësve dhe të punësuarve të kësaj shkolle. Pas publikimit të raporteve nga institucionet gjegjes u prononcua edhe kryetari i Komunës së Gostivarit, Nevzat Beta, i cili insistoi që institucionet kompetente të sqarojnë në mënyrë plotësuese mbi përmbajtjen e lëndës që shkaktoi helmimin e rreth 60 personave. Rezultatet të cilet kanë dalur nga mjekësia ligjore, na do të marrim iniciativë që këto rezultate t'i çojmë në institucionet laboratorike ndërkombëtare për të vërtetuar se çfarë helmi ka qenun i përdorur me rastin e helmimit të fëmijëve të qytetit të Gostivarit. Nxënësit dhe kuadri mësimdhënës në ditën kur ndodhi rasti u ankuan se kanë gjerë lodhje, djegje të syve, kraharorit dhe kanë pas marramendje. Përse thuan se kjo që ndodhi nuk ka qenë helmim?
nuk mund të gënjejnë 10 nxënës dhe arsimtar të cilët ishin dëshmitar dhe kishin pasoja nga helmimi. Këtë e pohoi edhe drejtori i klinikës për toksikologji Anton Qivishev, i cili atëherë deklaroi se gjatë pranimit të pacientëve në klinikën toksikologjike, ata janë ankuar për probleme dhe vështirësi shëndetësore që janë manifestuar me djegje të syve, probleme me frymarrjen dhe shqetësim. Më të prekur nga ngjarja që ndodhi në shkollën e mesme ekonomike ishin pikërisht nxënësit. Numri i tyre arriti në rreth 60. Në ditën kur ndodhi rasti u raportua se 7 mësimdhënës kishin kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë e helmimit. Disa nga ata madje u dërguan në klinikën toksikologjike në Shkup. Nga mbykëqyrja e zgjerimeve nga kamerat e sigurisë të vendosura në hapësirat e brendshme të shkollës së mesme ekonomike në Gostivar, është konstatuar se në ditën kur ndodhi helmimi i nxënësve dhe mësimdhënësve në mjediset e shkollës nuk ka hyrë asnjë person nga jashtë. Informata u konfirmua nga drejtoresha e shkollës Jovanka Ognjanoska. Në dyert hyrëse të shkollës, të cilat janë në vëzhgim 24 orësh të kamerave, nuk është vërejtur duke hyrë asnjë person i dyshuar nga jashtë. 3 ditë pas rastit, pasi u krye desinfektimi në mjediset e brendshme të shkollës, procesi edukativo-arsimor i u kthye normalitetit. Në lidhje me rastin që ndodhi më 14 shkurt, në opinion nuk munguan dhe reagimet nga qarqet e ndryshme politike, ku kërkoi mos politizimi dhe zbardhja e plotë e rastit. Prokurori që u thoq me lëndën ishte Ahmet Ahmeti, njëherët edhe koordinator në prokurorin publike në Gostivar.